Sot jam në trojet e Sarajeve Princerore të Mirditës. Sarajet Princerore ku kanë kaluar qindra e mira udhëpërshkrues, studiues, antropolog, etnograf nga shumë vende të botës, nga Amerika, nga Gjermania, nga Italia. Ka studiues pafund, është e pamundur që nga rruga Shkodër, Vik dhe vinte në Shpal, në gjitje sipër Kodrës Kolikës dhe vinte edhe këtu, ose udha Pajtone, udha e madhe që lidhej pastaj me Prizren, pra nga Bacia, Selia, Princerore, e pamundur të mos vinin për të ndaluar këtu. Është vendi ku janë shkruar historitë mitike të Mirditës. Nuk mund të perceptoj Mirdita vetë qeverisëse pa kapitanatin, pa këtë shtëpi të madhe, aristokratike, nga më të mëdhat në Shqipëri, për të mos thënë në Ballkan dhe në Europë. Unë kam marrë me Nën Terezën, edhe kam gjetur këtë gjyshin tjetër, me Bardhokun, me grupin, do bëjmë një gjë shumë bukur, do bëjmë një speciale bukur, pikërisht këtu nga Selia